Përshëndetje për ju në studio, përshëndetje edhe për gjithë teleshikuesit tanë, pra po lajmërohemi aktualisht nga qendra më e madhe e votimit në komunën e Podujevës, që është shkolla e mesme ekonomike Isa Boletini këtu në këtë qytet. Pra, siç dihet, po mbahen zgjedhjet e dyta për gjatë këtij viti, të parakoshme parlamentare për Republikën e Kosovës, edhe t'ju përgjigjem pyetjes tuaj, pra duke të jetë një numër i pakët i votuesve që ka fillu qysh nga ora 7 e mëngjesit dhe do të vazhdoj deri në orën 19. Pra qytetarët do të kenë mundësi që për herë të dytë për gjatë këtij viti të votojnë legjislaturën e tyre të re parlamentare edhe krijimin e institucioneve. Pra mbi 2 milion banor kanë të drejtë votimin në shtetin e Republikës Kosovës, pra ku në këtë shtet votimi do të organizohet në 928 qendra të votimit me 2614 vendvotimet me kusht. Saktësisht në Podujevë, brenda vendit, do të kenë drejt të votojnë mbi 84.000 qytetar, kurse mbi 3.000 të tjerë janë regjistruar jashtë vendit. Podujeva me 47 qendra të votimit edhe 110 vetvotime. Qytetarë cilë do t'i nënshtrohen procesit zgjedhor dhe duhet të jenë pajisur me njëra nga dokumentet zyrtare, që është letër njoftimi, pasaporta apo edhe leja e vozitjes. Ora aktualisht është 7:07 minuta, numri është të jetë i vogël atyre që kanë dalë me votu, mirë po shpresojmë që me kalimin e kohës do të ketë interesim më të madh, edhe do të jemi këtu bashkë me operatorin Rona Golli dhe do t'ju lajmërojmë gjithçka, do t'ju njoftojmë për rrjedhën e ecurisë zgjedhore direkt nga vendi i ngjarjes.